Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos harxhoni para, në vetëm 48 orë ulni tensionin e lartë në trup vetëm me këtë përbërës. Për të shmangur presionin e lartë të gjakut, është e nevojshme të hani ushqime me përqindje të ulët të kripës. Nutricionistët rekomandojnë marrjen e sa më shumë kaliumi, kalciumi dhe magnezi. Gjithashtu në këtë video sipas health.com do të rendisim ushqimet që përmbajnë pikërisht këto minerale që ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të tensionit. Kivi. Përveç se është i pasur me vitaminën C, kivi ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Është mirë të konsumohet i freskët edhe në sallata. Kosi i bardhë. Ky produkt i qumshtit është një burim i shkëlqyer i kalciumit dhe mineraleve të tjera që janë me efekte pozitive në shëndetin e njeriut. Filloni ditën me kos dhe mund të përdorni atë për të bërë salcë ose për të përmirësuar dietën tuaj. Fasulet e bardha. Kaliumi, magnezi dhe kalciumi përmbajnë minerale kryesisht që gjenden te fasulet, të cilat janë element të dobishëm në uljen e presionit të gjakut. Mund t'i hani të zjera, t'i bëni supë ose t'i shtoni në sallata ose të bëni pure. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ndihmuar trupin tuaj në menaxhimin e niveleve të tensionit është edhe pjeshka. Për shumë njerëz pjeshkët janë ideale për përgatitjen e një pije freskuese gjatë verës. Është më mirë që ato të shtohen në dietën tuaj pasi janë me lëndë ushqyese dhe vitamina që kanë efekte të dobishme në shëndetin e njeriut. Është mirë t'i hani të freskëta ose edhe t'i bëni smoothie. Bananet. Një banane e mesme mbulon 12% të kërkesës ditore për kalium. Ky frut egzotik është gjithashtu një alat i shkëlqyer në luftën kundër stresit. Me rëndësishmja kur banani është shumë e pjekur, nuk keni përse ta hidhni, vendoseni në frigorifer dhe më pas e përgatisni në ëmbëlsira të ftohta. Lakra. Kjo lloj perime quhet edhe super ushqim për shkak të sasive të mëdha të antioksidantëve dhe përbërësve me pak kalori. Mund ta hani të freskët në sallata ose ta zjeni. Brokoli. 100 gram brokoli e zgjer në avull do të plotësojë 6% të kërkesës ditore për kalcium, 8% për magnez dhe 14% për kalium. Kjo lloj perime duhet të përfshihet vazhdimisht në menunët tuaj për shkak të sasive të mëdha të antioksidantëve që përmban dhe duhet të shtohet me patjetër në listën e ushqimeve më të mira. Ulja e temperaturës gjatë stinës së dimrit mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të tensionit të gjakut. Arsye kryesore ka të bëjë me mungesën e aktivitetit fizik në dimër, konsumin e lartë të kripës dhe ngushtimin e enëve të gjakut për shkak të temperaturave të ulta. Ndaj në këto situata duhet të këshilloheni me ekspertin që të zgjidhni produktet e duhura ushqimore, të cilat do të jenë në një lëndë ushqyese shumë e rëndësishme për dietën tuaj, në balancimin e niveleve të tensionit dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Ekspertët kanë përpiluar disa këshilla praktike si të mbani nën kontroll tensionin e gjakut në stinën e dimrit dhe jo vetëm. Minimizoni qëndrimin në ambiente të jashtme për të paksuar ndryshimet e befta në barrën e punës së zemrës. Shmangni lodhjen dhe ngritjen e peshave të rënda që do të ndikojnë në përkeqësimin e imunitetit. Vishuni trash për të ruajtur temperaturën e brendshme. Mbani gjithmonë shall dhe doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturës së jashtme. Shmangni alkoolin dhe kafeinën, të cilat shterojnë nxehtësinë e brendshme të trupit. Kujdesuni që të hani shëndetshëm dhe kufizoni konsumin e kripës. Ushqimet ideale që ulin tensionin. Ushqimet e mëposhtme janë efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica do të ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjatë. Boronica, lule, shtrydhe dhe mjedrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidantë dhe me fibër, shumë të rëndësishme për imunitetin dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu në dietën tuaj për të përmirësuar nivelet e tensionit duhet të shtoni edhe drithrat. Përmbajnë element ushqyes shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e niveleve të tensionit. Një pjatë me drithra të plota me fibër siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit, ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit theksojnë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm i dietës suaj është panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studimet thonë se nitratet e panxharit kanë të njëjtat efekte si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut.
Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për menaxhimin e niveleve tuaja të tensionit, gjithashtu, është edhe çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë me përmbajtje prej 60 deri në 80% kakao, mund të ulët tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë natyrale. Spinaçi. Spinaçi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit që përmbajnë element mbrojtës në tensionin e gjakut, të qëndrueshëm dhe eliminojnë kripën e tepër që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega-3 me vlera shëndetësore për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni e egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë, si një zgjidhje mjaft e mirë ushqimore. Brokoli. Brokoli është i pasur me kalium, me fibër, me magnez, vitaminën C dhe kalcium, që sipas studimeve ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Një filxhan me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është antioksidant që promovon tensionin normal të gjakut dhe ndihmon gjithashtu edhe në menaxhimin e tij. Pothuajse gjysma amerikanëve kanë presion të lartë të gjakut, sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës dhe Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë. Tensioni i lartë i gjakut quhet gjithashtu edhe hipertension. Kjo mund të shkaktohet nga faktorët e jetesës ose nga gjenetika dhe zakonet të kombinuar ose të dyja. Mund të jetë e rrezikshme nëse nuk trajtohet edhe nëse mund të anashkalohet. Për njerëzit që nuk e ulin tensionin e lartë, atëherë do të jetë e nevojshme marrja e medikamenteve. Por në këtë video do ju sjellim disa mënyra alternative natyrale që ndihmojnë në shmangjen e tensionit të lartë. Mbani një peshë të shëndetshme. Vraponi, mos konsumoni shumë krip. Mbani dietën e duhur për presionin e gjakut. Hani më pak, mbani nën kontroll shtypjen e gjakut në shtëpi. Ndaloni duhanin, mos konsumoni ushqime me shumë kalori, gjeni një mënyrë për të relaksuar, bëni ushtrime në palestër, mos pini alkool, mos e teproni me kafen, e arrini jashtë për të marrë vitaminën D dhe flini më mirë. Kjo është një mundësi shumë e mirë që do t'i ofrojë trupit tuaj një menaxhim më të mirë kundër problemeve tuaja të hipertensionit. Rreth 36% e grup moshave nga 25 vjeç e sipër, ku burrat janë më të prekurit, vuajnë nga hipertensioni. Ndër shkaktarët kryesor në majën e listës së renditet stili i jetesës dhe kryesisht ngrënia jo e shëndetshme. Në këtë video do ju shpjegojmë disa nga këshillat më të mira sipas health.com, të cilat do ju ndihmojnë për të mbajtur nën kontroll këto shqetësime. Duke qenë se ky problem shfaqet veçanërisht nga stili i jetesës, ndryshimet e para sigurisht do të fillojnë nga aty. Sipas këshillave të ISHP-s, vetëm me 6 hapa të thjesht mund të arrini të shmangni presionin për këtë problem. Kontrolloni më mirë peshën trupore. Mbajtja e peshës së duhur gjithashtu është thelbësore në parandalimin e hipertensionit. Ekspertët thonë se 50 deri në 90% e presionit të lartë të gjakut mund të evitohet me stilin e shëndetshëm të jetesës. Mbi pesha arrit ndjesinë e presionit të lartë të gjakut, ndaj nëse jeni obez duhet të dobësoheni me të paktën 10% të masës tuaj trupore. Sa më shumë të dobësoheni, aq më shumë do të bjerë presioni i lartë të gjakut, duke evituar një sër sëmundjesh të tjera. Konsumoni më pak krip në dietën tuaj. Reduktimi i sasive të kripës që konsumoni çdo ditë është një tjetër element kyç në trajtimin e sëmundjes. Kjo pasi konsumi i tepërt të kripës rrit presionin e gjakut, redukton edhe problemin tuaj. Evitoni alkoolin. Përveç dëmtimit të mëlçisë dhe të zemrës, konsumi i sasive të mëdha të alkoolit mund të çojë në shfaqjen e hipertensionit. Sipas ekspertëve, personat që konsumojnë një gotë me alkool në ditë kanë 53% më shumë mundësi që të preken kryesisht nga hipertensioni. Mundohuni ta evitoni sa më shumë të jetë mundur një rrezik i cili mund të ndikojë në shfaqjen e problemeve të organizmit. Konsumoni më shumë fruta dhe perime. Nëse konsumoni 5 ose më shumë fruta dhe perime në ditë, do të jeni larg zonës së rrezikut. Qëndroni më shumë aktiv dhe këshillohuni më shpesh me mjekur. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.